A të ka ndodhur ndonjëherë të zgjohesh disa herë gjatë natës vetëm për të shkuar në tualet? Të humbasësh gjumin, të lodhesh dhe të ngrihesh mëngjesin i raskapitur? Nëse po, atëherë nuk je i vetëm. Mijëra njerëz përballen çdo ditë me urinime të shpeshta gjatë natës dhe shumica nuk e dinë se disa ushqime shumë të thjeshta mund të bëjnë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Sot do t'ju tregoj 5 frutat më të fuqishme që qetësojnë sistemin urinar dhe ndihmojnë të flesh rehat gjithë natën. Para se të vazhdojmë, nëse të pëlqejnë videot informative që të ndihmojnë me shëndetin dhe mirëqenjen, mos haro të shtypësh butonin like. Më ndihmon jashtëzakonisht shumë të krijoj përmbajtje të re çdo ditë. 1. Boronika blu është një nga frutat më të fuqishme antiinflamatore në natyrë. Ajo përmban antocianina që ulin irritimin në prostat dhe në fshigës, duke ndihmuar trupin të qëndroj më i qetë gjatë natës. Konsumi i rregullt i boronicave ndihmon në pastrimin e traktit urinar dhe përmirëson shëndetin e përgjithshëm të sistemit urogenital. Një tjetër efekt i rëndësishëm i boronicave është se ato përmirësojnë qarkullimin e gjakut në zonën e legenit. Kur qarkullimi është më i mirë, muskujt që kontrollojnë urinimin funksionojnë më qetë dhe më natyrshëm. Ky proces zvoglon presionin e brendshëm që shpesh shkakton urgjencë urinimi natën. Boronicat ndihmon gjithashtu në mbrojtjen e fshikëzës nga infeksionet, të cilat janë një shkak shumë i zakonshëm i urinimeve të shpeshta. Ato krijojnë një stres mbrojtëse natyrale rreth mureve të fshikëzës, duke e bërë më pak të ndjeshme ndaj irritimeve të natës. Dhe më në fund, boronicat përmirësojnë cilësinë e gjumit. Fal antioksidantëve të fortë, ato qetësojnë sistemin nervor, ulin stresin e trupit dhe ndihmojnë në balancimin e ritmeve të gjumit. Kjo do të thotë se trupi flem më thellë dhe zgjohet më pak gjatë natës. 2. Shega. Shega është një super ushqim që ndihmon trupin të ulë inflamacionin, sidomos në prostat dhe fshikëz. Antioksidantët e saj të fuqishëm funksionojnë si një pastrim i brendshëm, duke ulur ëndjen dhe irritimin që shkakton zgjime të shpeshta për të urinuar. Ky frut ka përbërje që ndihmojnë në qarkullimin e gjakut dhe në funksionimin e duhur të muskujve rreth fshikëzës. Sa më mirë të relaksohen këta muskuj, aq më pak nevojë ka trupi të dërgojë sinjale urgjente urinimi gjatë natës. Shega ndihmon edhe në funksionimin e veshkave, të cilat rregullojnë balancën e ujit në trup. Kur veshkat punojnë siç duhet, fshikëza nuk mbikarkohet natën dhe trupi nuk dërgon sinjale të panevojshme për urinim. Përveç kësaj, shega qetëson trupin dhe ul stresin oksidativ, një faktor i madh që ndikon në cilësinë e gjumit. Një gotë lëng shege pas darkës mund të jetë një nga kombinimet më të mira natyrore për një gjumë të thellë dhe pa ndërprerje. 3. Kivi. Kivi është i pasur me vitamin C, vitamin K dhe fibra të tretshme, të cilat e ndihmojnë trupin të balancojë lëngjet dhe të reduktojë irritimet e traktit urinar. Ky frut njihet për efektin e tij në uljen e inflamacionit, një faktor kryesor tek urinimet e natës. Përmbajtja e lartë e ujit dhe enzimave të dobishme ndihmon në pastrimin e traktit urinar nga bakteret dhe toksinat. Kjo e bën fshikëzën më të qetë dhe më pak të ndjeshme ndaj shpimeve, presionit ose ndjesisë së urgjencës. Studimet tregojnë se kivi ndihmon edhe në përmirësimin e ritmit të gjumit. Arrit serotoninën natyrale, hormonin që e qetëson trurin dhe ndihmon në krijimin e ciklit të duhur të gjumit të thellë. Duke qenë se kivi përmirëson tretjen dhe ul fryrjen e barkut, ai zvoglon presionin e brendshëm që shpesh ndikon te fshikëza. Një trup i qetë nga brenda fle shumë më mirë dhe zgjohet shumë më pak gjatë natës. 4. Banania. Banania është një nga frutat më të rëndësishme për qetësimin e muskujve, fal përmbajtjes së lartë të kaliumit dhe magnezit. Këto minerale relaksojnë muskujt e traktit urinar dhe të fshikëzës, duke ulur kontraktimet që shkaktojnë urinimet e natës. Ajo ndihmon shumë edhe në balancimin e lëngjeve në trup. Kur trupit i mungon kaliumi, fshikëza bëhet më i irrituar dhe reagon më shpejt ndaj lëngjeve. Banania stabilizon këtë proces dhe jep shikëzës një pushim.
Banania rrit edhe prodhimin e melatoninës, natyrale, hormonit të gjumit. Kjo do të thotë se jo vetëm që relakson muskujt e traktit urinar, por ndihmon edhe trurin të futet në një gjumë të thellë dhe të qëndrueshëm. Së fundi, banania është shumë e dobishme për aparatin tretës. Ajo ul aciditetin, minimizon fryrjen dhe çliron presionin që shpesh kalon tek fshikëza. Kur barku është i qetë edhe gjumi. 5. Dardha. Dardha është e pasur me fibra të buta dhe ujin që ndihmojnë në pastrimin natyral të trupit. Ajo ul inflamacionin në prostat dhe ndihmon fshikëzën të funksionojë më qetë. Ky është një nga frutat më të butë, por me efekt shumë të fortë në sistemin urinar. Ajo përmban antioksidant që qetësojnë irritimet e brendshme dhe ulin ndjesinë e presionit të fshikëzës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për ata që zgjohen disa herë gjatë natës. Dardha ndihmon edhe në përmirësimin e tretjes. Kur stomaku dhe zorra punojnë normalisht, pa bllokime, presioni në zonën e barkut bie ndjeshëm, duke ndikuar drejt për drejt në më pak urgjencë urinimi. Së fundi, dardha është shumë e mirë për qetësimin e trupit dhe përmirësimin e gjumit. Ajo rregullon nivelet e sheqerit në gjak dhe krijon një ndjesi ngopjeje të lehtë, e cila i lejon trupit të flejë pa trazira, pa zgjime dhe pa shqetësime.